Prej 25 ditësh po kërkohet për gjetjen e trupit të 30 vjeçarit Jurgen Karaj nga fshati Fullqeti i Klocit, i cili dyshohet të jetë rrëmbyer nga rrjedha e zallit të Darsit në datën 10 janar. Që prej asaj dite kërkimet në rrjedhën e Lumit të Madh janë bërë pa ndërprerje, ku çdo ditë në terren kanë qenë 10 forca të batalionit të 3 të repartit të Komsërisë Burrel, familjar të Jurgenit e struktura të tjera. Ndërkohë që prej datës 29 janar, kërkimeve ju është bashkuar edhe një grup i specializuar nga forcat e sigurisë së Kosovës. Mbi 11 persona janë çdo ditë në kërkim krah forcave tona të armatosura. E gjithë vija lumore e Lumit të Madhit është kontrolluar disa herë, por pa mundur të gjejnë trupin e 30 vjeçarit apo ndonjë shenjë të tij. Sa kaq, kërkime po bëhen edhe në basenin ujor të liçenit të Ulzës. Forcat e sigurisë së Kosovës kanë lëshuar dronin në ujor në hyrje të liçenit, duke bërë të mundur kontrollin edhe në thellësi të tij. Deri në datën 3 shkurt nuk është gjetur asnjë shenjë 30 vjeçarit Jurgen Karaj. Kërkimet vijojnë ndërsa prurjet e Lumit të Madh kanë rënë ndjeshëm ditët e fundit, duke krijuar më shumë mundësi kontrolli nga grupet e angazhuara në terren.